Të gjithë duan të kenë një trup të tonifikuar gjatë verës, ndaj puna ka kush ka nisur. Dikush ka zgjedhur palestrën, kërcimin, ushtrimet në natyrë ose vrapin nga liçeni. Kodrat e liçenit në këtë fillim të ditëve të verës janë shndruar në një fund shumë të frekuentuar, jo vetëm nga grupmoshat e reja, por edhe nga grupmoshat të tjera, të cilat dalin për ecje, ushtrojnë vrapim dhe sporte të tjera që gjenden pikërisht këtu në kodrat e liçenit artificial. Por çfarë realisht rekomandohet për një nga pesha, pak para se të shkojmë për pushime? E gjitha kjo është shndruar në një stil jetese, ku aktivitetet sportive intensifikohen për të patur rezultate të dëshiruara. Çdo muaj ka qenë gjithmonë e më shumë në rritje, pasi të gjithë, s'po them sport të dashit, po për të gjithë zonjat dhe vajzat që donin të vinin në kurset e kërcimit, sidomos ato që frekuentonin zubën, ka qenë shumë i madh. Është një ndër aktivitetet fizike më pozitive. Është antistres. Çfarëdo lloj stresi që të kesh ti, nëse vjen në palestër, dëgjon muzikën, fillon të kërcesh, ti absolutisht do të ndihesh mirë. Kjo është arsye e parë. E dyta, mbase më e rëndësishme se e para, është zonja që vinë gjithmonë për të rënë në peshë. Dhe kjo është mos e dukshme, flas për zonja që kanë qenë, që kanë frekuentuar së paku për 3 muaj kurset e kërcimit për zumbën. Njeriu ka kuptuar që sa më shumë këtë aktivitet, aq më shumë e zgjat moshën e tij për të plagur. Dhe kjo është goxha e domosdoshme që çdo kush të marrë shembullin e mirë për të aktivizuar. Sidomos në palestër është diçka më e drejtë për drejtë dhe njeriu i duhet jashtëzakonisht shumë. Heq stresin, zgjat jetën siç e thash, edhe në zbukuron jetën goxha. Sa kohë do është dashur të krijosh këtë muskulaturën që ke? Duke marrë parasysh vullnetin e mirë, vetëm 3 vjet në mënyrë rigoroze. Por ju të gjithë mund të shkojnë në palestër ose në kurse kërcimi, ku sigurisht ka edhe një kosto ekonomike, ndaj për të kursyer kohë dhe para, instruktoria e sportit, Linda Kalemi, propozon mënyrat alternative të bërit ushtrime në kushte shtëpie. Rrethi është një vegël është vërtet interesante, sepse punohet në disa drejtime. Pra kjo vegël mund të punoj krahas gjoksin, siç e shikoni. Shtytja e lehtë e rrethit krijon një forcë, duke filluar nga krahët e mi dhe në ansoret, në anekset e trupit, që është dhe gjoksi. Gjatë sa kohë mund të shikosh një film, mund të bësh një bisedë, mund të qetësohesh në intervale të ndryshme. Këto topa, këto llasiqe, këto mini vegla, po të gjenden në çdo ambient, kjo mund të bëhet një punë shumë e bukur. Pra me këtë top, unë mund të punoj pjesën e muskulin e brendshëm të krahut, duke e shtrënguar, pra është një presion i brendshëm që unë i bëj trupit, brylit, puthitur me trupin. Forca që përdor krahu për ta shtypur topin, bën që të forcohet ky muskull këtu. Është tepër interesante, përdoret edhe për këmbët. Mund të përdoret për stretching. Ne këtë mund ta tërheqim dhe ne kështu krijojmë një tërheqje të trupit. Fusim barkun brenda dhe duke zgjatur krahët, kjo bën mirë dhe shpinës, sepse krijon stretching, tërheqje. Duke shtyr mesin mbrapa, liron ndihmjet e mesit, futet barku dhe del mesi jashtë. Dhe këtë mund ta bëjmë pa qenë shtrirë në tapetin e palestrës. Sido që të jetë, duket se të gjitha grupmoshat janë të interesuar për një trup sa më të tonifikuar në këtë fillim vere.